E përmbi shenjë të hylindës së shpëtona, i mbytur prej ngasjeve si në det, më ty po përiki dhe prej teje kërkoj shpëtim, o nëna dhe zonjë virgjëreshë, prej çdo rreziku dhe zije shpëto më ti. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shumë Porfir Kafsëkaliviti. Shenjtërimi. Të jesh i gjithë i dashuri dhe lavdërim ndaj Perëndisë dhe do të shenjtërohet shpirti yt. Dhe kur shpirti të shenjtërohet, kur të ngjitesh pas Perëndisë dhe kur të bëhet qetësi, sistemi simpatik dhe parasimpatik dhe të gjitha sistemet e organizmit do të qetësohen dhe atëherë kanceri, nëse nuk do të shërohet, të paktën do të qëndrojë atje ku gjendet. Shenjtorët janë poet. Ta doni natyrën, zgjohuni në mëngjes që të shihni mbretin diell të dali purpurt. Admironi gjithçka rreth jush, arat, pemët, lulet. Le të jenë të gjitha një lavdërim për krijuesin ton. Shërbesën e kungatës hynore, kur e lexon edhe më mëkatari, bëhet shumë i shenjtë. Shkoni në manastire me familjen, hapja një zemrën tuaj dashurisë së Perëndisë. Atje janë të gjithë të shenjtëruar. Kaq shumë shpirtra luten. Shpirtrat e shenjtëruar janë madhështia e manastirit. Shpirti ka fuqi të frikshme që i pasqyron në mjedis. Kështu edhe vendet e shenjtëruara ndikojnë te ne dhe na lartësojnë. Duhet të flas heshtja jon. Perëndia kështu deshi. Kudo që të ndodhem, do të jem po aq pranë jush. Do të lutem po njësoj dhe do t'ju dua. Perëndia i mirë do të lejoj të bashkohemi me lutjen. Do ta kuptoni momentin kur jeron të lutet dhe është afër jush në mënyrë intensive dhe me një tregues të qartë. Dhe atëherë lutuni me mua. Duhet të bashkohemi dhe të bëhemi një me Zotin. Atje ku ka bashkim, atje ka forcë. Atje është Zoti. Zoti na do shumë, jashtëzakonisht shumë. Kur e duam dhe ne, bashkohemi me të. Le të kemi besim të palëkundur. E di se përpjekjet nuk janë të lehta në këtë botë ku ndodhemi, por duhet të dini se qëllimi i ekzistencës sonë është të bëhemi shenjtor dhe nuk ekziston qëllim tjetër përveç atij që nga momenti që lindim. Përpiquni të jeni në rrugën e Zotit dhe ai do të jetë gjithmonë me ju. Unë do të lutem për këtë. Nëse ndalon shenjtëria në botë, atëherë bota do të shkatërrohet, sepse do të jemi të padobishëm. Bota jonë nuk krijua për të udhëzuar, nga njëra anë, natyra e paarsyeshme drejt shenjtërimit, ndërsa nga ana tjetër, natyra e logjikshme, njeriu drejt hynizimit. Pse të biesh vazhdimisht në të njëjtat? Mos lejo veten të jap kënaqësi djallit. Përkushtoju plotësisht Krishtit me dashuri dhe zell të zjarrt. Fuqia e së keqes që bën fole brenda njeriut, pasionet e qortueshme sipas asketëve, nuk vriten, por vetëm nënshtrohen. Rënja e së keqes, njeriu i vjetër, vazhdon të ekzistojë, por kur njeriu i ri në Krishtin rritet brenda nesh, i vjetri tërhiqet, pa u zhdukur e pa vdekur. Kjo është arsyeja pse rënja mund të ndodhë në jetën tonë. Ankthi, fobit dhe sëmundjet psikike. Vetëm mëkatari i papenduar është i sëmur psikik, sepse shpirti sëmuret vetëm kur mëkaton pa u penduar. Sëmundjet psikike janë më të lehtat për të shëruar. Nëse të gjitha emocionet e tua i kthen drejt shpirtit të shenjtë, ato shenjtërohen. Me të njëjtën fuqi shenjtori shëron dhe i ligu vret. Njëri stërvit trupin e tij dhe është i fortë. Ai mund të ndihmojë të doptin nëse është i mirë, por nëse është i keq mund ta vrasë. Për këtë gjëra flasin edhe jogët. Ata thonë, nëse do, e bën, forcoje dëshirën tënde.
Por ata flasin nga ana njerëzore. Ata mbështeten në forcat njerëzore, fuqizojnë dëshirën, forcohen ata vetë dhe në një moment thyhen dhe çekuilibrohen. Ndërsa këtu, mënyra se si besimi ynë na mëson të shenjtërohemi është natyrore. Kështu, siç i përshtatet njeriut sipas natyrës së tij. Janë të gjitha të shkruara në shkrimin e shenjtë. Ne duhet të mësojmë ta kuptojmë shkrimin e shenjtë. Sëmundjet psikike e shërohen me ndjenjën fetare, me përjetimin ortodoks të besimit ton. Shumica thonë, askush nuk më do, jam i pavlefshëm. Nuk më kuptojnë, nuk më duan. Është nga egoizmi. Kur i drejtohesh Perëndis, nuk kërkon asgjë. Nuk je njeri i pakënaqur. Je i kënaqur me të gjitha dhe me të gjithë. I do të tjerët, je i këndshëm. Largimi nga Perëndia sjell vetmin. E kuptove? Mbi të gjitha, ruhuni nga ankthi. Ankthi është sëmundje e shpirtit dhe nuk varet nga mungesat materiale. Një njeri i shëndetshëm mund të ketë miliona në bank dhe të jetojë në ankth. Ankthi luftohet me besimin në providencën e Perëndis dhe betejën e mirë. Kur shpirti është i turbulluar, ai turbullon arsyen dhe nuk e sheh qartë shkakun e çdo gjëje. Prandaj, larg turbullimit. Por kur vjen, le ta dëbojmë në kohën e duhur, duke u lutur në heshtje. O Zoti Jesu Krisht, mëshirom. Mos e kërkoni Krishtin vetëm nga nevojat e dëshpërimi, por nga shpresa dhe dashuria ndaj personit të tij. Bëjini të gjitha me zell dhe gëzim, jo nga ana formale, sepse kur bën diçka si angari, shpirti hedh shkelma, dëmtohet. Nga një herë të vinë fobi, si që më thua, sepse nuk e do shumë Krishtin. Kjo është e gjitha. Në fobit e ndryshme, qoftë për tërmete që do të bije në të ardhmen, qoftë për kërcënimin e luftës, na thoshte. Ne le të bëhemi të mirë dhe Perëndia le të bëj çfarë të dojë. Perëndia kujdeset edhe për detajet më të vogla të jetës sonë. Nuk është indiferent ndaj nesh, nuk jemi vetëm në botë. Ai na do shumë. Na ka në mendje çdo moment dhe na mbron. Ne duhet ta kuptojmë këtë dhe të mos kemi frikë nga asgjë. Kur e lavdërojmë dhe falenderojmë Perëndin, marrim fuqi. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shumë Porfir Kafsokaleviti. E përmishojnë të hylindës së shpëtona, pësimet më mbushën me turbullim, dhe shpirtin më mbytën me mërzitje dhe dëshpërim, po ti që të soma o zonja, me ngushëllimin dhe paqen e birit tënd. Lavdiati të birit dhe shpirtit shojnë, të lutem o zonja o Shën Mari, që linde Isuin t'i shpëtoma nga çdo rrezik, më ty po përiki dhe të lutem, me të forcën e zemrës dhe shpirtit tim. Tani e për erë, e në jetë të jetëve, amin.